Përfitimet shëndetësore të vezëve, një sekret që mjeku nuk do t'ju tregoj kur derisa të vdes. Vezët janë një ushqim i pasur me lëndë ushqyese që përmban shumë vitamina dhe minerale. Një vezë e madhe përmban 6 gram proteina, hekur, vitamina A, D, E, B, 6B, 12 folate, selen dhe koline. Proteina në vezë është e plotë, që do të thotë se përmban 9 aminoacide thelbësore që trupi i njeriut ka nevojë për të marrë nga dieta. Hekuri në të verdhat e vezëve është gjithashtu i disponueshëm biologjik, që do të thotë se absorbohet lehtësisht dhe përdoret nga trupi. Vezët janë një burim i mirë i kolinës, një lëndë ushqyese thelbësore që mbështet shëndetin e trurit dhe mëlçisë. Kolina gjithashtu mund të ndihmojnë në parandalimin e defekteve të lindjes. Vezët përmbajnë gjithashtu antioksidantë të qetë dhe xanthan, të cilët ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të syve si katarakti dhe degenerimi makular. Ndërsa vezët janë kritikuar më parë për përmbajtjen e tyre të lartë të kolesterolit, studimet kanë treguar se për shumicën e njerëzve, kolesteroli dietik ka pak efekt në kolesterolin në gjak. Lëndët ushqyese në vezë mund të nxisin shëndetin e zemrës duke rritur HDL dhe duke e kthyer LDL në një formë më pak të dëmshme. Prandaj, vezët mund të jenë pjesë e një diete të shëndetshme për shkak të vlerave të larta ushqyese. Për më shumë më bëni like dhe shpërndajeni këtë video dhe më pas bëni follow.